Rama tha, do të pres kokën me gazetaria e njohur Trondit me deklaratën e saj. Bodyguardët e Berishës më hodhën nga shkallët. Gazetaria dhe ish banorja e Big Brother VIP Rudina Demneri, e cila për të gjithë njihet si Paloma, ka rrëfyer së fundmi një rast të pazakont që i ka ndodhur shumë vite më parë. E ftuar në një emision, Paloma ka treguar se në kohën kur kryeministri Edi Rama kandidonte për herë të dytë si kryetari i Partisë Socialiste, Paloma ka shkuar ta intervistoj, mirëpo mes tyre ndodhi një përplasje. Rama ish drejtuar gazetares duke i thënë të largohet ose do t'ja priste kokën me sapat. Mirëpo ajo shtoi se tashmë marrëdhëniet mes tyre janë rregulluar dhe se Rama i ka kërkuar falje pas këtij episodi. Paloma gjithashtu tregoi se aso kohë teksa përpiqej të merrte deklarata nga Sali Berisha, bodyguardët e tij kanë shtyr disa herë nga shkallët.